Përshëndetje TikToku. Ja pra ritakojmë sërish në vitin 2026. Sot kemi fillu punën me bismillah. Shpresojmë që të jetë një vit i mbar. Shpresojmë që ti kemi zauruar gjithë dëshirat dhe të kemi pas lënë të këqijat brapa në vitin 2025. Shpresojmë për gjithë ju një vit sa më të mirë dhe sa më të begat. Pra fillojmë punën me një grup Honda PCX vitit 2017, motori është shkatruar, është lënë pa vaj, është bërë për grup, ndaj që desha të ndaj me ju të gjitha kujdeset që duhet bëni për motorin, kujdes vajin fix pari. Kontrolloni nivelin vajit tuaj të motorit çdo 10-15 ditë, çdo 10 ditë për ata që bëjnë shumë kilometra dhe çdo 15 ditë për ata që kanë një rutinë normale. Kontrolloni ujtin, nivelin e temperaturës në kroskotin tuaj. Kontrolloni gomat sepse tani në dimër bie. Bëni shërbimet e mjeteve tuaja në kohë reale sepse ndryshe motori do t'ju lënë rrugë dhe kjo është një gjë e papranueshme që mbrapa të oficinat t'ju shkojnë më shumë. Shpresoj që të keni sa më pak defekte për vitin 2026 dhe ju uroj gjithë mirat. Faleminderit pafund për mesazhet, mbështetjen dhe për gjithë ata që më kanë mbështetur në rrugtimin tim deri këtu ku jam. Pra, besoni mekanikut tuaj, Oldi Moto. Faleminderit.